Jam shumë i lumtur që si detyruesi artistik së bashku me kolegët e Ansamblit Kombëtar arritëm ta kthejmë këtë koncert në një ngjarje historike për institucionin ton, se për herë të parë në historinë e tij 70 vjeçare Ansambli Kombëtar i Këngëve dhe Valleve performoi si një trup artistik e vetme në qendër të Londrës, në një skenë prestigjioze të Show Theatre, një teatr që ka mirëpritur emra të mëdhenj të muzikës botërore si Elton John, Van Morrison, Boy George dhe shumë artistë të tjerë. Një moment krenarie jo vetëm për ansamblin, por për gjithë kulturën shqiptare, për Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit dhe Ansamblit Popullor. Prandaj dua të shpreh mirënjohjen time të sinqertë për publikun e mrekullueshëm që na mirëpriti me kaq shumë dashuri dhe duartrokitje, për artistët e ansamblit që dhanë më të mirën në skenë, si dhe për organizatorët e Empower Women of Diaspora, zonjën Muska dhe zonjën Këputa, drejtorin e përgjithshëm të Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit dhe Ansamblit Popullor zonin Aulonaçi, drejtoreshën e Agjencisë Kombëtare të Diasporës zonjën Ermonela Xhafa, Ministrinë e Turizmit, Kulturës së Sporteve, si dhe të gjithë ata që kontribuan për ta bërë këtë realitet, këtë projekt kaq të rëndësishëm për kulturën tonë.